Përshëndetje. Në këtë video do t'ju tregoj 5 arsye pse dhimbja juaj e mesit nuk ju përmirësohet. Atëherë, duhet të dini që dhimbja e mesit është një dhimbje që ka shkaqe të ndryshme. Vetëm 1% e dhimbjeve të mesit janë serioze. 5 deri në 10% e dhimbjeve të mesit futen dhimbje që quhen dhimbje specifike, siç është hernia diskale, ndërsa 90% e dhimbjeve të mesit nuk kanë një shkak fiks dhe quhen dhimbje mesi jo specifike. Arsyet pse dhimbja nuk ju përmirësohet fillon që nga cilësia e gjumit. Nëse ju bëni një gjumë jo të mirë, duhet të dini që kjo do të ndikojë në dhimbjen e mesit, pra në nivelin e dhimbjes së mesit. Nëse ju bëni një gjumë të mirë, kjo ju ndihmon që dhimbja e mesit të ulet. Po kështu është pasiviteti. Pasiviteti do të thotë që ju nuk bëni lëvizje, pra qëndroni shtrirë në krevat, ju kanë rekomanduar mos lëvizni, keni dëgjuar që duhet qëndroni në shtrat, por kjo nuk ju ndihmon. Ose arsye tjetër është mbi ngarkesa, pra kur ju e lodhni veten tuaj më shumë se ç'dua, pra bëni një sforco dhe në këtë moment përsëri ju e dëmtoni mesin. Gjëja tjetër që ju ndikon që dhimbja e mesit mos përmirësohet është mbrojtja e tepërt, që do të thotë që ju tentoni që mesin ta mbroni më shumë se ç'duhet, pra dhe në këtë mënyrë nuk lejoni mesin që të shërohet. Pra këto janë disa nga faktorët që ju ndikojnë në mos përmirësimin e dhimbjes së mesit. Gjithashtu ndikon dhe stresi. Normalisht mendimet negative që ju mund të keni për sa i përket dhimbjes së mesit nuk ju favorizojnë që dhimbja të përmirësohet. Ju falenderoj dhe më ndiqni në video tjera për më shumë informacion.